Tre persona mbetën të plagosur nga çtonat marmë zjarrit regjistruar rreth orës 13 në qendër të qytetit të Shkodrës. Burime nga vendi i ngjarjes bëjnë me dije se në sheshin Demokracia ka pasur shkëmbim zjarri. Tre persona janë të plagosur si rezultat të çtonave. Policia ka gjetur në vendin e ngjarjes 8 gjoja pistolete. Nuk dihet ende objektivi i kësaj ngjarje të rëndë që trondit Shkodrën. Plagosurit janë transportuar me urgjencë drejt spitalit. Policia ka sekuestruar kamerat e sigurisë për identifikimin e autorëve të kësaj ngjarje, të cilët dyshohet se janë larguar me një automjet tip Golf në ngjyrë jeshile. Burimet paraprake pranë Spitalit Rajonal të Shkodrës bëjnë me dije se të plagosurit janë shtetasit Enrik Prenushi, Elona Çurku dhe Doni Lisi, të cilët ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Policia e Shkodrës tashmë ka ngritur grupin hetimor për zbardhjen dhe identifikimin e autorëve të kësaj ngjarje të rëndë, ngjarje e cila regjistrohet në mes të Shkodrës në nga momentet me lëvizjen më të madhe të qytetarëve në këtë zonë.